edhe nga vetë biseda, filozofia dhe doktrina juaj politike ekonomike konsiderohet si ekstremit majt. Ky eksperiment 80 vjeçar ka dështuar me sukses dhe ka vërtetuar që sjellin jo vetëm rënim ekonomik, por shkatërrojnë dhe njeriu. Dhe më mirë se kushdo e dim ne shqiptarët. Përse mendoni se do të keni sukses dhe do t'ju mbështesin për një ide që është e parealizueshme, utopi? Ja të bëj disa saksime. Idetë tona nuk janë ekstreme, nuk janë utopike dhe nuk janë të parealizueshme. Paktën kështu konsideroheni në opinion. Kundërshtarët tanë duke mos ditur ku të kapen fare me ne, as në karakterin ton, as veprimtarinë ton, kanë krijuar këtë dordolecin e ekstremit apo e komunistit që do të kthej historinë brapa. Jo. Modeli i frymëzimit janë demokracitë e Evropës veriore. Nëse vendet skandinave janë komunistë, atëherë ne na ka marr, si thua. Po mirë, ata kanë një proces shumë gjatë që kanë arritur deri aty. Edhe ne duhet ta nisim diku. Këtë po them, ne duhet ta nisim diku. Pra, modeli i frymëzimit është një ekonomi tregu sigurisht, po një ekonomi me institucione të forta sociale, me përkujdesje për shtresat nevojë, për drejtat në punë. Ne besojmë shumë te konkurrenca e lirë. Po jo te oligarku që mbyt tregtarin e vogël. Unë sot kam qenë te tregu i qytetit nxënësve. Ishte vendi ku më shumë se kudo tjetër më kanë përmendur oligarkët. Tregtarët më thoshin na mbytën oligarkët. Pse? Se qendra e madhe tregtare mbyt biznesin e vogël. Prandaj po them, na duhet një model i ri i zhvillimit ekonomik, një model ku investimet orientohen më shumë tek bujqësia, tek industria, tek shërbimet e kualifikuara